Më 18 shkurt 2025 pamfleti publikoi ekskluzivisht se NATO kishte refuzuar të përfshihej në pazarin e kryeministrit Edi Rama me kompaninë turke Timak, të lidhur drejt për drejt me familjen Erdogan për një projekt prej $50 milion që përfshinte Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Në thelb Rama po përpiqej të shiste si prodhim shqiptar një flot makinash ushtarake të quajtura Shota të montuara nga kompania Timak, e regjistruar në Shqipëri në emër të një 36 vjeçare nga Bulqiza, Arieta Puca. Në të vërtetë këto mjete janë 100% përzierje e pjesëve turke, kineze, japoneze dhe koreane, por që Rama i promovonte me temën Made in Albania. Pas denoncimit nga pamfleti më 18 shkurt, mashtrimi mori formë zyrtare me vendimin numër 322, datë 11 qershor 2025, ku qeveria autorizon kompaninë shtetërore ushtarake Kajo të negociojë me një subjekt privat për krijimin e një kompanie koncesionare shtet privat për prodhimin dhe montimin e makinave ushtarake. Sipas vendimit, Ministria e Mbrojtjes do mbajë 45% të aksioneve, ndërsa privati do mbajë 55%. Do ketë në dispozicion 20.000 m2 trull shtetëror dhe do përfitojë 100% fitimit për 15 vite, pa paguar asnjë tatim fitimi, ndërsa shteti shqiptar nuk përfiton asnjë qindark, pavarësisht se investon terren dhe kapital në aksione. Kompanisë Timak janë hapur dyert për këtë skem që nga 2024. Në panairin Eurosatory në Paris, më 17 qershor 2024, ish-ministri Niko Peleshi prezantoi makinën Shota së bashku me Arieta Pucën në panairin e mbajtur në mars 2025 në Athinë. Vetë Rama e shfaqi Pucën si prodhuesen shqiptare të makinave të NATO-s. Mashtrimi shkoi aq larg sa Rama tentoi të shiste këto mjete ushtrive të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë duke mashtruar publikisht, sikur kishte miratim nga NATO, por NATO pas verifikimeve refuzoi këtë përfshirje duke e çuar në dështim pazarin e Ramës dhe sekserizimin rajonal me emër të aleancës. Megjithatë, Rama ka përmbyllur marrëveshjen me koncesionin tashmë të firmosur Shota Made in Albania, do të shitet në treg me firmën e një kompanie turke të lidhur me familjen Erdogan, ndërsa shteti shqiptar do të shërbejë vetëm si trampolin për legitimitetin e saj. Përtej makinave ushtarake, koncesioni përfshin edhe montimin e ambulancave dhe zjarrfiksëve, një treg që përkon saktësisht me profilin e aktivitetit të kompanisë Timak. Asgjë nuk është rastësi, e gjithë struktura është ndërtuar për të çuar përpara një pazar shumë planësh me përfitime të njëanshme për kompaninë dhe mbrojtje politike për përfshirjen e Ramës. Koncesioni i Shotës nuk është teknologji, është sekuencë klasike e një grabitje të certifikuar e maskuar si sukses kombëtar, dhe për këtë NATO nuk bëri asnjë hap pas.